Në kanë jetan këto? Me burë dhe me 5 fëmijë. Për çka jeni në hall më shumë të edun? Për harç. Se shemë unë me shtesat e fëmijëve 4 tash do të mi shkollu. Për harç, për veçmbathje, regal s'ka masteshat, po mi palu hiq. Që këtu, a zonë kanalizimit tash do më thënë dherë qëtu vjen shtresa ujit. Komplet u kanë e mush në kretu i kati. 7 vjetë kom nejtë veç me një dhomë, tash kom dalë qëto poshtrej. Pa edhe kjo është, tash e kena, që një japë mi ka falë dikush të ka uqet, se si kom pasas qëta. Përshëndetje dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit, jemi në qytetin e Rahovesit, saktësisht në fshatin Nxerz. Kemi ardhur me e vizitu një familje, përshkruajmë pjatërkasin derën, përshkruajmë se si e kanë gjendjen, po ndihmojmë dhe përshpresojmë që pas publikimit të videos me dalë ndihmë e mos me harru. Hajde. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Ajni. Si jeni, Ajni mirë? Mirë, faleminderit. Si jeti? Mirë se erdhët. Mirë se të gjetëm. Kena dalë me të vizitu pak. Faleminderit shumë. Qysh e ki emnin? Edona. Edona mbi emnin? Kabashi. Kabashi. Sa vjet i ki Edona? 35. 35. Në kanë jetan këto? Me burë dhe me 5 fëmijë. Me burrin edhe 5 fëmijë. Po. Ku është burri? Ka dalë, nuk është këtu. A të punu diçka? Jo. Jo, pse? Nuk donë, nuk punon. Nuk dën as s'ka punë? Jo që s'ka punë, po me ditë, jo rregullisht. A s'ka punë t'rregullt, po mendon? Jo, punë t'rregullt nuk ka. Aha. Fëmija çfarë moshe kanë? Edon? Qika 14, djali 12, një djal tjetër i ka 9, qika gati 5, edhe një bej 5 muaj e kanë. Okej, dhe më thonë, sa janë për ty në shkollë? 3 janë shkollë, tash edhe qika vogël, kam i 4, gjyshtatorit. Qysh janë me shëndet, a janë mirë? Me shëndet mirë, po kushtet. Shpija është e juve? Jo. Jo, kujt është? E vjerët. E vjerët? Po. Po do kjo e juve, do më thonë është? Po edhe 2 vllazë tjerë janë. A, okej, 2 konati paska? Po. Do më thënë nuk është alo e kërkuj në një. Po, e qysh po jetani? Shumë kushtet keq që ka mrena. A jeni bashkë me ata këna të jetua, veç që jetani të? Jo, veç na për momentin ata kanë dalë për këtujt, se s'ka kushtet mjaftueshme. Aha. E qysh për bani jetesën ju? Tash salonin na ka një mu pak, na ka ndreq dikush. Se s'kena pas hiq, do më thënë kriti bërcu kena konë. Po. Nert në domen e fjetës ku e kena, as do më thënë as kam kumer trejt, as ka regal, as ku gjo. Sociala diçka a merni? Sociali na ka nalë. Na ka nalë. Vetëm me këto të fëmijëve tash. Me shtesa? Shtesat e fëmijëve, po. Aha. A për ndihmon dikush? Kryqiku që Rauvecet më kanë ndihmu, edhe është një hoq i shoqatës Bereqetit. Rauvecet a i me din kushtet që i kanë ndihmon. Po. Për çka jeni në hall më shumë të edun? Për harç. Për harç. Se shemë unë me shtesat e fëmijëve 4 tash do të mi shkollu. Aha. Për harç, për veçmbathje, regal s'ka masteshat, po mi palu hiq. Po. As televizor nuk kanë. Do më thënë, senat as elementare disha janë, nuk i kanë. Që e nduk me dal jashtë një lavë. Mu shmarë me në që dush me këshyrë. Po, po që tash në me ishtë tash. Të shpia për botë fëtëp se këka e pa izolume pa. Shumë është. A nëzeni me drua, po? Po me dru, po është këtë taboni këtë qilë është nërtë. Po, zotë ju një muftë. Kam një shalë. A më që tau me cilën? Përndir. Së janë 300 euro janë prej mërgjimtarëve. Ata i kanë qu. Allah i të shtofë mas pari ty që e interesu, edhe kush ka kontribu, shalë zotë ju shtë. Amin ketve, inshallah. Edhe me hongë me piju kina blej. Përndirit shumë. Dhe inshallah, së ju harrojmë tash e mas. Inshallah. Shtu për i dare, apo keni me hongë me pija? Për ndima dikush? Valla me të kalzu drejt, jo. Jo. Veç kur të mdjerë që i hoqë, se për ndryshë nështë 2-3 ditjes edhe pa hongër. Po, zotit një mbuft. Amin, inshallah. A dhe numrin e telefonit për ata që dojnë një mu? Po. Me dhonë, thuje? 045 328 005. Ok. Hidë me nga pa kaldoja gjendën që shetani, ja afrojnë ushqimet në dritë. Këtu është koridori që mund është me hi, është krejt kanalizimi, do më thënë krejt i zonat që krejt lakshti është, krejt kate i parë, banjët që kjo është, do më thënë asë funksionushme nuk është, që mushme pa, krejt kanalizimi do më thënë i zonë të, kërkus pa vjen me regullu, pa pare, që kjo është, banjë për momentin.
Qëto është saloni. Qëto ma kanë regullu tash do ka u që mi kanë pru që një japë, sa s'këta si kom pas. Edhe qëto është si lloj kuzhine, që e përdorja ma asuj s'ka as kur gjë. Që këtu, a zonë kanalizimit tash do më thënë dherë qëtu vjen shtresa ujit. Komplet u kanë e mush në kretu i kati. Tash e kena pastru pak. 7 vjetë kum nejtë veç me një dhomë, tash kum darë qëtu poshtrej. Po edhe kjo është, tash e kena, që një javë mi ka falë dikush të ka uqet, se si kum pas as qëta. Që edhe këtu për mbrapa, qëtu, kreterana është. Kjo kretu kanë do më thënë nivelli ujtë dhe qëtu tash që ka hi. Tash u tjerë pak,